Elbasani me gjithë ndryshimet e shumta që ka bërë në merkaton dimërore, ende nuk arrin të gjejë fitoret e munguar. Minutat e para të lojës flasin për vendasit që janë më të rrezikshëm në fazën sulmuese. Sinjali i parë për miq vjen në minutën e 10 kur Bakaj provon nga jashtë zone, po pa arritur të gjejë kuadratin. Goli i avantazhit për Dinamon vjen në minutën e 17. Pas një harkimi nga Ediasa, Vila i ndodhur brenda zonës do të godas sak duke kaluar Dinamon përpara. Në minutën e 20 Elbasani ka mundësi për të barazuar shifrat, por Jadrić gabon vetëm për vetëm me portierin Hoxha. Dinamo është më e qartë në lojën sulmuese dhe në minutën e 37 gjen golin e dytë. Është i përhershmi Elias Bakaj, që pas një lëvizje të bukur në hyrje të zonës, godet sakt duke mposhtur për të dytën herë portierin, gol që ka sjellë qetësi në kampin dinamovit. Në minutën e parë të shtesës Dinamo ka mundësi të shënojë, po transversa i mohon golin Oreleski. Me shifra 0-2 për Dinamo mbyllën 45 minutat e para. Pjesa e dytë është njësoj si e para, me një Dinamo tepër sulmuese. Në minutat 48 dhe 51, blut provojnë me Allmuçën dhe Martinenën, por pa arritur të kalojnë portierin Dushku, ku në një rast i ka ardhur në ndihmë dhe trau i Portës. Në minutën e 57 Dinamo gjen golin e tretë. Merxa ndalon me dorë një top që po i drejtohesh Portës dhe për arbitrin alla është 11 metrash. Nga pika e bardhë është Bakaj, që godet sakt duke shënuar golin e tretë për miq dhe të dytin personal në këtë takim. Vendasit ka mundësi të shkurtojnë shifrat në minutën e 63, po Vasiljević gabon fare pranë portës. Vila kërkon golin e 4 për miq, por portieri sapo futur Ruçi pret në pozicion. Vendasit kërkojnë golin e nderit, por tentativat e Gavës nuk arrin të mposhtin portierin Hoxha. Shkurtimi i shifrave vjen në minutën e 86. Autori i golit është Bakiu, që pas një aksioni personal brenda zonës godet sakt duke shkurtuar shifrat në 1-3. Minutat e mbetura nuk sjellin ndonjë rast për t'u shënuar. Dinamo fiton dhe tregon dhëmbët e kampionës, tashmë në ndërtimin e Ilir Dajës, ndërsa Elbasani nuk arrin të fitojë, duke filluar më tej krizën.